Pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhon e thot: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." 7 kategori Allahu manushëm do t'i fusin në hijen e vet, atë ditë ku nuk ka hije tjetër veç hijes Allahut manushëm. I pari, një prijes ose pushtetar i drejtë. I dyti, një djalë i ri i cili është kultivuar dhe është. I treti, një burr i cili apo njeri një me xhamin e Allahut manushëm. Kategoria e 4, 2 persona që janë lidhë për hatër të Zotit, e du njëri tjetrin për hatër të Zotit, janë vëllezër për hatër të Zotit. Kur bashkohen dhe bashkëpunojnë për hatër të Zotit dhe kur ndahen për hatër të Zotit. Kategoria e 5, një person të cilin e ftoi një grua e huaj, e joshi kurse ai tha unë kam frikë Zotit. Kategoria e 6, ai i cili e dha një sadaka, por e fshehu derisa e majta nuk ja mori vesh se ç'a dha e djatha. Dhe kategoria e 7, një person i cili apo besimtar e kujtoi Allahun e mandueshëm në vetmi dhe i rodhen lot nga mallnimi Allahut mandueshëm, malli për të, dashuria për të dhe frika për. Këto 7 kategori dalin më shumëtin pa atë ditë ku nuk ka hije të veç hijes Allahut mandueshëm. Çdo thotë kjo hyrje e këtij hadith. Hyrja është shumë madhështore. Sepse bëhet fjalë për atë ditë që do të ringjallet e gjithë njerëzia. Ne tashmë e dim se ka 2 fryrje të mëdha të surit. Fryrja e parë e Israfilit është fryrja kur ka ardhur momenti më u shkatërru dynjaja. Kjo dynja materiale, qielli dhe toka më u shkatërru. Allahu mandueshëm i jep urdhër qiejve dhe tokës, apo i jep urdhër ligjeve fizike dhe materiale të cilat i mbajnë qiejt dhe tokën në kamp që të mos funksionojnë më. Forca gravitacionale do ndalet, domethënë është heq priza, sepse forca gravitacionale funksionon me lejen e Zotit. Ujit do t'i jepet urdhër që të avullojë. Detrat do të shndrohen në zjarr. Qiejt do të binë cop-cop. Edhe toka do shkërmoj që të malet e saj do bëhen pluhur. Dhe ky kiamet do ndodh mbi ata që nuk thon la ilaha illallah. Është për rahmetit të Zotit që Allahu mandueshëm e bën kiametin e madh. Edhe pse çdo njeri prej nesh përjeton kiametin e tij kur bëhet vdekja. Thot pejgamberi sa kur ndodh vdekja. Thot pejgamberi sa men mate faqat qamet qiyametu. Kush vdes për të ka filluar kiameti. Domethënë mos presim kiametin e madh, sepse ai mund ndodhe pas miliona vitesh. E rëndësishme kiameti i madh, pra shkatrimi i botës, do ndodh kur të mos ketë më kush faqe dheu që thot la ilaha illallah. Kur vje kiameti, edhe ato që kanë met me thënë la ilaha illallah, Allahu mandueshëm dërgon një fllad nga Jemeni, siç transmetohet në hadithet e sakta, dhe u merr shpirtin besimtarëve dhe u del shpirti prej trupit siç del bulza e ujit nga gota. Dhe do ngelen faqet dheut vetëm kush? Vetëm mohusit dhe shkatrimtarët. Mbi ta ndodh kiameti, do ta shikojnë me sytë e tyre. Saqë edhe gruaja shtatzan do ta nxjerr foshnjën nga barku i saj, prej të merrit madh. Dhe do të qëndrojë njerëzia 90. Se çfarë është me 40 ditë, apo 40 orë, apo 40 javë, apo 40 muaj, apo 40 vite, apo 40 dekada, 40 vite për viteve të dynjas apo të ahiretit, këtë nuk e dim. Pas 40-ave, Allahu mandueshëm urdhon prapë Israfilin që të fryj surit dhe do mbi njerëzia nga toka siç mbin misri nga fara e tij apo gruri nga fara e tij. Nga ajo që quhet me hajbu dhanab ose kërbishti e vogël që nuk e shkrin as zjarri, çfarë do lloj temperature që tjetë. Mi po njerëzia kur dali do të ballafaqohet me 2 fakte madhore para se të fillojë gjithçka. E para, pra dalë nga barku i tokës si atë ditë që kanë dalë nga barku i nanës. Dhe Aisha radhiyallahu anha wardaha e pyeti pejgamberin sa se më tha pejgamberi, tha Aisha, do ta ketë kush mendin këtë tjetri. Burra apo gra qofsh. Tha o Aisha li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnish. Do kujt atë ditë ka për ti interesu vetëm çështja e vet. Gruaja do ikë nga burri i saj, burri do ta braktisë gruan e tij, fëmia nga baba dhe baba nga fëmia, shoku nga shoku. Li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnish. Do kujt atë ditë do t'i interesoj vetëm vetja vet. Përfiturohet mazalla po ndodhi në aksident ose kur je afër duke ndodhur në aksident. Me pas edhe hallet më të mëdha në dynjan atë moment i haron. Është situata. Është situata. Apo kur je në avion dhe fillon avioni me ato turbulencat e vetë bezdisë. Gjithë hallet e dynjas.
Dhe madje kjo është goxha antistresante, nëse do më haru her pas here streset në avion kur të fillojnë ato tronditjet. Dhe përmendja ose sjellja ndërmend e këtij fenomeni, e këtij fakti, realisht lehtëson edhe streset e dynjas. Në her pas here na mundin shumë hallet e dynjas dhe kalojnë stres. Por harojmë me fjalë se halli më i madh kur është ditën e Kiametit. Kjo është me fakti i parë. Fakti i dytë do ballafaqohen me dy fenomene natyrore shumë të rënda. Dielli është afër kokave 500 pash. Në dynja, me u afru dielli nga toka 1 metër shkatërrohet dynja, digjet. Atje dielli do jetë mbi kokat e njerëzve 500 pash. Si është e mundur, po si duron njerëzia, sepse Allahu më ndoqë u jep për masa të tjera trupit njeriu. Kur njeriu mazallah Zot na roj futet në xhenet. Si ka mundësi që e përjeton atë zjarr me i fjalë që vetëm një shkëndije ka me sa një kështjell. Sepse Allahu më ndoqë më jep për masa të tjera trupit. Stërdhami apo ky dhami këtu përballë i xhehenemliut është me i fjalë sa një mal. Pa këto për masa ka trupi i xhehenemlive. Po njëkohësisht edhe ata që i fut Allahu manushëm në xhenet u jep për masa trupore të tjera, se përjetojnë dot. Me këto për masa nuk e përjetojmë dot xhenetin, se kënaqësia e xhenetit është aq e madhe sa që ne nuk e duron dot. Keni parasysh që her pas here mund të befasohemi nga surpriza shumë të bukura. Shashtisemi. Nuk na besohet. Madje mazallah mund ndodhin edhe kriza, atak. Allahu manushëm edhe për xhenetlit krijon standarde të tjera fizike. E rëndësishme kthehemi ke tema. Dielli është mbi kokat e njerëzve 500 pash, po përballë këtij fakti është një fakt tjetër shumë i dhimbshëm, se nuk kanë as male, as pemë, as gur, as kodrina me u strehu në hije. Dhe kjo është merr shumë i madh. Nuk kanë as kapele, se janë laguriq. Nuk kanë as gjakovend apo këmish me e nxirr me emnu mbi kokë. As gjithë e pemësh me imam e emnu në kaptin. Do me thënë janë të zhveshur totalisht nga çdo lloj sebebi për sebeve të dunjas. Dhe njerëzit do të ndahen në kategori ata që Zot na ruaj janë sprovuar me gjunafe. Ka për njerëzve që do jenë të zhytur në ders deri ke zogu i kamës. Ka për njerëzve që do jenë të zhytur të zhytur në ders deri ke gjuri. Ka për atyre që do jenë të zhytur deri në kërthiz, ka për atyre që do jenë të zhytur në ders deri në fyt, ka për atyre që do jenë të zhytur deri ke hunda dhe ka për atyre që do jenë të zhytur totalisht në ders për shkak të punë të këqija. Dhe këtu do jetë një zahmet shumë i madh. Mi po janë një 7 kategori dhe normalisht kjo ngjarje vazhdon se ka shumë detaje. Një për këtyre ngjarjeve është ngjarja e shefaatit. Pasi me besimtarët ose njerëzit më drejt përjetojnë këtë ngjarje kaq të madhe, do kërkojnë shefat. Dhe i fundit që do pranohet shefati është pejgamberi Muhammed alayhi salam. Prandaj ditën e xumë bim shpesh në salavat. Allahumma salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sa kush më çon një herë salavat, Allahu më ndoshë çon atij 10 herë më isha. Allahu na bëj për atyre që na bashkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mi po janë 7 kategori për ta kjo ditë ka përqenë sa i gjysdite edhe veç kësaj nuk kam për ta përjetuar këtë gjendje të rëndë. Dhe ne në këto momente që e dëgjojmë nëpërmjet kësaj narrative apo me fjalë po e konsumojmë si informacion dhe po të fillojmë ta përjetojmë ashtu siç duhet, është situatë shumë e vështirë. Mi po pejgamberi sa se më nafton dhe thotë mundohuni që ta vizatoni, ta pikturoni atë skenë, se është skenë e tmerrshme. Është skenë shumë e tmerrshme. Jashtëzakonisht e rëndë. 7 kategori, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e përjetojnë këtë situatë. Janë në hijen e Allahut manushëm dhe në hijen e arshit të tij atë ditë ku nuk ka hije tjetër veç i Zotit. Pra Allahu manushëm aty në njerëz do ju bëj hije. Dhe kiametin do ta kalojnë sa e gjysdite. Dhe do t'u krijohet çfarë? Një hisab i yesir. Fa sawfa yuhasabu hisaban yesira. Dhe do t'i kërkohet një llogari e lehtë, pa nuk shkon kush pa llogari, gjithmonë. Mi po si është hisabi i lehtë? E merr Allahu manushëm robin filanin besimtar. Thotë robi im, këtu e ke një pikë zez. A është e jotja? Do themi, po Zotë, jona është. Mi po thotë Allahu manushëm për shkak të punës mirë filan, ta kemi fshi ose ta kemi fal, kaloje. Po këtë tjetër thotë.
Po këto tjetrën, atyre punëve që Allahu mëndueshëm i ka aty, po s'na pyet ndërsit njerëzve. Kështu si me një anë. E jona është zot. Ka për aty në punëve që s'janë fare aty, mi po Allahu mëndueshëm na jep isharet. Po janë sa të tjera. I themi, edhe ata që s'janë këtu, edhe ata tonat janë. Allahu më jafu do të fshim fare. Këto 7 kategori janë. El Imam El Adid bën shumë përshtypje. Pse këto 7 kategori? Pse i ka veçuar pejgamberi s.a.s. Kategoria e parë Imamun Adil, pushtetari i drejtë. Subhanallahu. Mesazh shumë i fuqishëm. Kategoria e parë që do të jetë në hijen e Allahut mëndueshëm. A ditë ku nuk ka hije tjetër, veç hije e Zotit është pushtetari i drejtë. Për të na thënë ne sot, për të thënë edhe trive, mos u bëni asket në pushtet. Por thjesht duhet me e ditë se pse me e marr pushtetin, se pushteti o të ngren o të shkatron. O ta pastron figurën dhe ta nalcon, ose të përlyn, edhe ose përlyn veten dhe përlyn bashkë me veten edhe të tjerët. Dhe po e përdor për keq shkatron veten dhe shkatron të tjerët. Edhe për shkak se për 2 arsye përmend Allahu mëndueshëm pushtetarin të parin. Sepse me pas pushtetin në dorë, pasja pushtetit në dorë, ti jep mundësinë me bë mirë ndaj njerëzisë, ma tepër se kush do tjetër. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? An-nasu ayalullah fa khairuhum li ayali. Njerëzit janë robë të Zotit. Dhe ai që Allahu mëndueshëm ja ka dhënë për detyrë vetes me ushqy, dhe më i miri prej tyre është ai që është më i mirë për robë të Zotit. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Njeriu më i mirë është ai që është më i mirë për njerëzit. Mirë, po sa më tepër të kesh në dorë, aq më tepër ke mundësi me bë mirë. Pranë pushteti i mirë apo i keq, na thot pejgamberi, kategoria e parë, në hijen e Zotit, pushtetari i drejtë. Pushtetari i drejtë, po na thot ne sot. Në të njëjtën kohë me i fjalë që vazhdimisht shani pushtetarët me të drejtë, kultivoni ndër ju pushtetarë të drejtë, që patakatin e tyre dhe pazotësinë e tyre për qenë pushtetar, nuk e shkarkojnë këtë përgjegjësi thjesht duke u marrë me sharjen e pushtetarëve. Ne nuk shtojmë nga përgjegjësia duke u shar pushtetar. Pa drejtësinë duhet me ngrit zanin fort. Njëkohësisht popujt që duan me shku përpara duhet kultivojnë mesin e tyre pushtetar të drejtë. Rini që është gjendje me marrë përgjegjësi dhe me i dalë për Zot popullit vet, vatanit vet, fesë vet, veçanërisht në këto kohë ku po ndodhin ndryshime shumë të mëdha. Dhe sot më tepër se kur do herë tjetër i vije koha këtij hadithi dhe e ka kohën ky hadith. Kush e kultivoi Muhammed Fatihun që në Vegjli, nana e tij, baba e tij. Muhammed Fatihu transmetohet se u bote nazë dietarëve. Baba e çodë me mësu, pa e çodë fëmijët e tjerë ata hikshin. Pra Muhammed Fatihu shkote ke dietarët, hikte për mësimi. Një ditë e çoi ke Akshëm së dini. Dhe bëri të njëjtat naze që kishte bërë me mësues të tjerë. Dhe Akshëm së dini i dha një pesë të fortë. Dhe ky më një herë shkoi dhe u anku ke baba i vet, ose u anku ke nana e vet. I tha pse po qanë Muhammedi? Tha po qanë, tha se e ka raft mësuesi, shumë mirë ja ka bo. A shko ati dhe mos luji. Edhe një nga hadithet e para që i mësoj Akshëm së dini, ishte hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la taftahun al-Qustantiniyya, fa lan ya'mal al-jaysh dhalika al-jaysh, wa lan ya'mal al-amir dhalika al-amir. Do ta shlironi Konstantinopolin, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sa ushtri e mirë është ajo ushtri, edhe sa komandant i lartë dhe i mirë është ai komandant. Dhe në krye të 51 ditëve kur Muhammed Fatihu do të me e largu ushtrin nga Konstantinopoja pasi i ishin lodhur shumë, 2 persona u bën sebeb që u bë çlirimi ditën e nesërme. I pari ishte Zaganos Pasha dhe i dytë ishte Akshëm së dini. Dhe i thanë nxënësit vet, akoma ke takat dhe fuqi që si ke shfrytzuar hala. Edhe kur thot populli e çun ujin për tarma, po jo me pare, me mund, do me dhanë e morën komplet atë karvanin e anijeve, e nxorën mbi mal dhe e nxorën ke bregu i tjetër, ose ke gjiri tjetër i detit, dhe u çliru Konstantinopoja. U kultivu që në Vegjli. Me çfarë? Me dëshirën për të bërë hajër. Dhe u bë një hajër shumë i madh njerëzis. Dhe kur u çliru Konstantinopoja,
Muhamet Fatiu nuk bëri me ortodoksët atë që kishin bërë vëllezërit e tyre katolik që kishin ardhur nga Franca. 2 herë Hagia Sofia ishte kthyer në bordello. 2 herë. 2 herë kthyer në bordello nga ata që erdhën nga Franca, nga krishterët. I morën motrat e tyne dhe e shndruan Hagia Sofia në bordello, duke i përdhunuar brenda Hagia Sofia. Këta të krishterë. Dhe kur e çliroi Muhamet Fatiu dhe në përgjithësi raste të tilla, njerëzit strehoheshin tek Hagia Sofia e shenjtë në etikadën e tyre, normalisht gjithë xhamiat janë shenjta, pas ju këthy pastaj, e rëndësishme, ishin strehu, dhe kur e pan Muhamet Fatiu prisnin të njëjtën gjë. Fatiu tha shkoni si të lirë. Dhe veç kësaj, bëri me FAQ, patriarkania tjetë në Stamboll, deri në ditën e Kiametit, dhe me durët e veta e vendosi atë çallmën, le të themi, në kokën e patriarkut madh ortodoks. Si u kultivu ky njeri, jo me të keqen babit, edhe kjo na hin punë, por me tërbiet, me edukim. Imamun adil, një prijes i drejt. Një prijes i drejt. Kulillahumma malikal mulk. O Allah i madhueshëm, ti e pronari sundimit. I jep sundimin kujt të dush dhe ja zhvat kujt të dush, e nalçon këtë dush, e poshtron këtë dush. Në dorën tënde është e mira. Cila e mirë? Pushteti. Kur e ka në dorë ai që ka frikë Zotin. Dhe kur nuk e merr për të shërbyer me fjalë interesave të veta, edhe kur nuk e merr për të adhuruar pushtetin, dhe kur pushtetin nuk e merr për të skllavëruar. Krahasoj mes dyve, mes atij arrogantit budall edhe Erbakanit ose Erdoganit sot. A janë një lloj? Pse janë një lloj? A janë një lloj? A mund të jenë një lloj? Përfishturoj për shembull Turqia mos kishte një Erdogan dhe para atij një Erbakan. Çfarë do ishte bën lidhje të mesme? Kërdia. Do kishte ndodhur me i fjalë një kryqëzat tjetër, një skllavërim tjetër. Do ishin therrë, do ishin prem me miliona. Pse? Po sepse nuk janë një lloj. Arroganti budall me Erdoganin apo me Erbakan nuk janë një lloj ata. Mi si u kultivu ky? Që në Vezhli u kultivu për me qenë ai që është sot. Edhe gjen sot tek ai strehim kush? E gjithë dynjaja, Zotin, e gjithë dynjaja sot. Dhe sot e ka bë Allahu manushëm valvul sigurie për gjithë botën. E ata çapaçulat e gjirit me i fjalë persik, kur filloi lufta atje, duke u krekos si xhela. U thot kjo abi i madh. S'keni takat për atë punë. Runi qetësi. Po na bija e ne atje. Duroni. Se s'keni takat. Interesi juaj është mos më u përfshi. Se po të ishit përfshi, pa ato don me i faqeni biriqenit, ai kriminali atje. Aja të don që të përfshiheni, që të realizoj atë planin e madh. Atë Izraelin e madh. Mirë po kush forca dhe urtësia mundsoj me i fakt të që ndodhi. Imamun adil. Kategoria e dytë, njeri i cili është kultivuar që në Vezhli me bindjen ndaj Allahut mëndueshëm. Dhe të bë përshtypje rënditja, si ve? Prisi i drejt, pushtetari i drejt. Dhe kategoria e dytë, një djalë i ri apo një vajzë e re, një i ri që është kultivuar që në Vezhli me bindjen ndaj Allahut mëndueshëm. Por të na thënë pejgamberi ato në gjatë. Edukimi fillon që në momentin që del njeriu nga barku i nanës. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Do thënë ai thot Allahu më thot pejgamberi, jeni të vëmendshëm që në fillim. Rruga e Jusufit alayhis salatu wassalam për të bërë pushtetar i drejtë, me çfarë filloi në moshën 7 vjeçare? Me një atentat shumë të rëndë ndaj Jusufit, e hodhën pus për ta vrarë. Në krye të 40 vjetëve u bë çfarë? Mbreti i gjithë lindjes mesme. E kultivoi Allahu më nush. Sprov pas sprove derisa u bë mbret. I treti, rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, një burr që zemrën e ka të lidhur me xhamin, për të na thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam se xhamia është vendi i kultivimit të robëve të Zotit. Vendi i kultivimit burrave ku është? Është xhamia. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Në të ka burra që duan më u pasu. Rijal, burra. Kush i kultivon? Xhamia. Nëpërmjet kujt? Nëpërmjet atyre që dinë me kultivu. Dhe gjithë muslimanët duhet të jenë kultivator. Kultivues me fat të këtij brezi. Kategoria e katërt, dy persona që duhen për hatër të Zotit. Që rrin bashkë me një tjetrin për hatër të Zotit dhe kur ndahen për hatër të Zotit. Jo kur shamatohen.
Jemi bashkë këtu në Tiranë, rrim bashkëpunojmë për atë të Zotit. Njëri ikun Durrës, e tjetri shkojnë Sarand, prapë ndajmë për atë të Zotit ose për qëllime që kënaqin Zotin. Kategoria tjetër, një person që e ftoi një grua e huaj, e joshi, e i tha unë kam frikë Zotit. Për të na thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kushtoni vëmendje të madhe kujt? Vetë kultivimit dhe vetë motivimit. Vetë kultivimit dhe vetë motivimit. Jusufi alayhi salatu wassalam në pallatin e ministrit, dhe me fjalë pallatet e ministrave, ja krijoi gjitha kushtet, tha unë kam frikë Zotit. Kam frikë Zotin. Gjitha kushtet, s'po e shifta as kërkush forca e brendshme, që normalisht kultivohet edhe nga të jashtme, se namazi është element i jashtëm, por merr jetë dhe bën efektin e brendshëm kur e përdorin për të jetuar me Allahun e Madhëshëm, me Zotin e gjithësisë. Mirë, por nëpërmjet kësaj pjese pejgamberi na përcjell mesazh shumë të madh. Dhe është mesazhi se muslimani burimin e tij të vetë motivimit ku e ka? Tek Zoti, tek libri i Zotit, ke jeta e pejgamberit. Domethënë mos bjer pesimist asnjëherë. Jo po ai tha, jo po këta thanë, po fryma, jo po muslimani me qenë edhe në mes tërsinës, ai është qiri me faqëndrit. Është pishtar. Me qenë mesin e dallgëve dhe të stuhive, zemra e tij është e qetë. Pse? Se është e lidhur me Zotin. Sa njerëz që kanë lidhje me Zotin, se do Zoti na bëf prej tyre, kanë marrë iniciativë dhe i kanë thënë, mos u merr se s'e ka filluar për provu filani. 12 përpjekje janë bërë për ta shliruar Konstantinopollin para Muhammed Fatihut. Por fytyro sikur Muhammed Fatihu. Në momenti që i shkojnë ndërmend me shliruar Konstantinopollin, kishte ndet pengi kujt? Po vallahi kanë provuar 12 veta më përpara, 12 komandantë mëdhenj duke filluar që ke Muavia. Pra ne s'po shkojmë. Çfarë vlen? Po se ka shliruar Muavia, do e shliroj unë. Se ka shliruar sekretari pejgamberit, do e shliroj unë. Se ka shliruar khalifja e muslimanëve, do e shliroj unë. Kjo është mendësia e dështuarve, mendësia e dështakëve. Mendësia atyre që thjesht duan me justifikuar dobësinë e vet. Këta njerëz kryqe këputën, që thjesht din me bë biseda të bukura nëpër tavolina. Po janë dështak. Njerëz që realisht duan me bahajr, janë njerëz punëtor, të heshtur, po brenda atyre vlon një zjarr i jashtëzakonshëm dëshire dhe vullneti për të bë, dhe përballë tyre njerëzve s'ka njeri që qëndron dhe s'ka vështirësi që qëndron. Pse? Sepse burimi i fuqisë tyre është Allahu Madhëshëm. Wa rajulun da'atuhum imra'atun dhatu mansibin wa jamal. Edhe një burrë e joshi një grua me pozit, mansib dhe bukuri. Dhe thajnë një khafullah, mu kanë frikë Zot. Po shife se ajo ka pozit e mund të të burgosë, mund të të vrasë. Një khafullah, kanë frikë Zotit. Po shife se ajo ka pozit se ti do pendohesh, pastaj edhe kjo pozita e saj shfrytëzohet për... Po pse shejtani kështu justifikon? E sa njerëz kanë ra peng me fjalë sklevër të kësaj lloj mendësie që s'din me ngret ma mendjen derisa të jenë gjallë. Inë khafullah, kanë frikë Zot. Një person i cili kur e dha një sadaka, e fshehu aq shumë, sa që edhe e majta nuk ja mori vesh se çalla e djathtë. Edhe ato që e mbajnë dynjan në kam, vëllezër dhe motra, ata që e mbajnë shoqërinë në kam, janë pikërisht kjo lloj kategorie, që din me bahajr për hatër të Zotit. Edhe treguesi nga treguesit kryesor, se din me bahajr për hatër të Zotit, se bëjnë sakrifica të mëdha dhe s'ua merr vesh kush, sepse nuk presin lëvdata prej kujt. Sakrifica të jashtëzakonshme, por nuk presin lëvdata prej kujt. Këta e mbajnë njerëzin kam. Kur shkoi pejgamberi sa në Mekë, gjeti 120 besimtar që s'kishin pas takat me bëj hixhet, kishin net Mekë dhe kishin ruajt fenë vet. Dhe Allahu mënushi për hatër tyre nuk e shkatroi Mekë. Po si e kishin mbajt? Çfarë forme? Po tortura. Po për ndjekje kishin ruajt fenë Allahut mënush. Kishin adhuruar Zot. Dhe i fundit një person i cilin vetmi e kujtoi Allahun e mënush. Shi dalin prap ku? Tek vetë motivimi. Në vetmi e kujtoi Zotin dhe i drodhën Lot. Dhe Loti më i mirë
është ai lot me fjalë që rrjedh mes teje dhe Allahut më mënush. Prandaj pejgamberi alayhi selam dhe Allahu më mënush na tërheq vëmendjen tek namazet e natës, namazi sabahut, namazi yacis, namazi i natës. Ndaj namaz me fjalë që mund ta falësh vetë, sepse me fjalë krijon transparencë mes robës dhe Zotit dhe Allahut më mënush. Për të na thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të vetmi që mund të kultivojnë vlerë dhe mund të ruajnë vlerë dhe mund të prodhojnë vlerë janë ata besimtarë që din ta nisin me Zotin dhe ta përfundojnë me Zotin dhe din të jetojnë me Zotin, të punojnë me Zotin, të sakrifikojnë me Allahun e Madhëshëm dhe për hatrin e Tij. Këta njerëz janë eliksiri i shoqërisë njerëzore, janë ata që i mbrojnë me urdhën e Zotit prej belave dhe telasheve. Dhe kur shikojmë o xhamat, gjithë të fesat, gjithë të korrupsion, gjithë të vjedhje, Allahu na rujt, me njëherë shkon mendja ke kjo kategori dhe themi nga shpirti, o Zot shtoi dhe begatoi dhe Zoti na bëf prej tyre. Mos harrojmë gazën dhe botën islame në duat tona. Kush ja do të mirën vllajt vet ja gjej rrugën.